Cili do të jetë pozicioni juaj në këtë legjislaturë? Do të jeni kryetar apo kandidat për ministër për kombëtare? Kryeministri kur e bën në ekspoze. Por sikur që dy herë më parë, sikur që ju kujtohet, kur qenë kandidati i propozuar për ministrin për komunitet dhe klim dhe besoj që do të mbetet propozimi i njëjtë dhe e kësaj radhe në seancën pas seancës konstitutive. A jeni të konfirmim apo vetëm presni nga ajo çfarë ka ndodhur në dy tentativat kur jeni propozuar për ministër? A e keni konfirmimin nga zoti Kurti që do të jeni përsëri i propozuar për ministër? Pa normale që një ministër duhet më shpesh të takohet me kryeministrin, sikur që takojmë ne, ashtu që deri në këtë moment krejt shkon sipas. Jeni informuar kush do të jetë kandidat për kryetar dhe a do të votonit? Po. Kush është kandidat për kryetar? Sa e di unë, zonja Haxhiu do të jetë kryetar. Për një kryetar të kuvendit kush do të jetë nga minoritetet? Nuk i di. Do të votoni kandidat nga lista serbe? Do të votoj cili do kandidat kur vjen në pako, sikur që jemi marrë vesh dje. Do të votojmë besoj jo vetëm unë, por të gjithë anëtarët të grupit parlamentar. Nga emri juaj. Si, fani? U tërhoqën nga emri juaj. Pas vendimit gjykatës kushtetuese. Jo, shikoni, që të kuptoni dhe unë vetë jam institucionalist, jam mirë me politik 20 vjetë, dhe normale që organet kompetente në këtë rast gjykata kushtetuese duhet të respektohet.